Mirëmëngjes dhe mirë se vini në emisionin tuaj të përditshëm, zgjohuni me ne. Data sot shënon 25 mars dhe ne si çdo ditë tjetër do të kthehemi pas në histori, art dhe kulturë. Do të vëmë të flasim për ngjarjet më të rëndësishme të datës 25 mars dhe do të kthehemi në vitin 421. Sipas legjendës, u hodhën themelit të shtetit të Venecias, një grup refugjatës që iknin nga sulmet e barbarëve u vendosën në një arkipelag të Kenetës Adriatike, duke krijuar një nga qytetet më të veçanta dhe më të fuqishme tregtare në histori. Në një ditë si kjo, por në vitin 1306, Robert the Bruce kurorzohet mbreti i Skocisë. Ky akt shënoi fillimin e një lufte të gjatë për pavarësinë e vendit nga Anglia. Më 25 mars 1807, Parlamenti Britanik miratoi një nga ligjet më të rëndësishme të historisë njerëzore, aktin për ndalimin e tregtisë së skleverëve. Dhe në vitin 1957, liderët e 6 vendeve europiane u mblodhën në Rom për të nënshkruar traktatin që të krijonin Komunitetin Ekonomik Evropian, një organizatë që më vonë do të evolonte në atë që sot jetë Bashkimi Evropian. Dhe më vitin 1979, një ngjarje historike solli shpresë për lindjen e mesme. Egjipti dhe Izraeli nënshkruan një marrëveshje paqeje. Presidenti egjiptian Anwar Sadat dhe kryeministri izraelit Menachem Begin, me ndërmjetësimin e presidentit amerikan, vendosën të jepnin fund dekadave të konfliktit mes dy vendeve. 25 marsi është dita 84 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 280 ditë. Ngjarje 1995. Ward Cunningham themeloi Wikin e parë. 1807. Në Britaninë e Madhe dhe Irland u ndalua tregtia me sklever. Më 25 mars erdhën në jetë dhe shumë figura të shuara për historinë. Në vitin 1259 lindi Andreoki II, paleolog, i cili më vonë do të bëhej perandori i Bizantit dhe do të përballej me sfida të shumta. Në vitin 1867 në Itali erdhi në jetë një njeri që do të revolucionizonte dirigjimin muzikor, Arturo Toscani, i cili do të bëhej nga dirigentët më të njohur në botë. Në vitin 1908 lindi David Lean, një regjisor britanik që do të lindej gjurmë të pashlyeshme në historinë e kinemas në filma si Lawrence. Një tjetër yll do të lindej në vitin 1942, Aretha Franklin, mbretëresha e muzikës soul, zëri së cilës do të pushtonte botën dhe të frymëzonte miliona njerëz. Dhe në vitin 1965 në Ohio të Shteteve të Bashkuara erdhi në jetë Sarah Jessica Parker, aktore që do të bëjë një ikonë e televizionit në rolin e saj të paharrueshëm. Lindje 1767. Lindi Joachim Murat, marshall dhe admiral i Francës. 1786. Lindi Giovanni Battista Amici, astronom italian. 1867. Lindi Arturo Toscanini, dirigent italian. 1880. Lindi Mithat Frashëri, politikan shqiptar, adhetar i shquar shkriptar shqiptar. 1881. Lindi Bela Bartok, kompozitor hungarez. 1921. Lindi Simone Signoret, aktore franceze. 1925. Lindi Pierre Boulez, kompozitor dhe dirigent francez. 1940. Lindi Mina, këngëtare italiane. 1942. Lindi Aretha Franklin, këngëtare jazz amerikane. 1942. Lindi Richard O'Brien, kompozitor dhe aktor britanik. 1947. Lindi Elton John, kantautor anglez. 1965. Lindi Arjan Çuliqi, aktor dhe regjisor shqiptar. 1965. Lindi Sarah Jessica Parker, aktore amerikane. 1973. Lindi Admir Adzem, futbollist bosnjak. 1976. Lindi Vladimir Kishko, boksier ukrainas. Por sikurse çdo datë tjetër dhe kjo datë shënoi jo vetëm lindjen, por edhe ndarjen nga jeta të disa nga figurave më të shuara të historisë. Në vitin 1223 bota i dha të mirën Alfonso II të Portugalisë, një mbret që kishte udhëhequr vendin e tij me vendosmëri dhe diplomaci.
Në vitin 1914 u shua Frederic Mistral, poeti francez që me krijimtarinë e tij të jashtëzakonshme e fitoi çmimin Nobel për letërsi. Një gazetare që kishte guxuar të sfidonte fuqitë e mëdha, Ida Tarbell, u nda nga jeta në vitin 1931. Ajo ishte një nga zërat më të fuqishëm të gazetarisë. Në një ngjarje tjetër tragjike, në vitin 1975, breti Faisal i Arabisë Saudite u vra nga nipi i tij në një atentat që troditi lindjen e mesme. Dhe në vitin 2006, bota humbi Richard Fleischer, një regjisor amerikan i njohur për filma klasik. Vdekje 1233. Vdiq Alfonso II, mbreti i Portugalisë. 1927. Vdiq Idris Eferi, patriot shqiptar. 1985. Vdiq Sander Prosi, aktor shqiptar. 2000. Vdiq Helen Martin, aktore amerikane. 2005. Vdiq Paul Henning, producent filmi dhe shkrimtar. 2006. Vdiq Rocio Dukshar, këngëtare dhe aktore spanjolle. 2006. Vdiq Richard Fleischer, drejtor filmi amerikan. 2006. Vdiq Bush Owens, këngëtar amerikan dhe personalitet televiziv. 2007. Vdiq Adnanik Margajan, politikan armen. 2008. Vdiq Rafael Arzona, skenarist spanjoll. 2008. Vdiq Ben Carnevale, basketbollist dhe trener amerikan. 2008. Vdiq Gene Pauling, këngëtar amerikan. 2009. Vdiq Johnny Blanchard, basketbollist amerikan. 2009. Vdiq Gabor Ockaj, hokeist hungarez. 2009. Vdiq Giovanni Parisi, bokser italian. Thesa dhe përvjetore. Greqi, dita e pavarësisë. Tani oftë të ngjishim rubrikën Ne dhe Shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur rreth vlera e ushqyes të bilimbi fruit ose pema e kastravecit. Pamja. Fruti është shumë krokant kur është i papjekur dhe kthehet nga jeshile e ndezur në të verdhë në jeshile kur është duke u pjekur. Sa po piqet ai bie në tokë. Lëkura jashtme është e shëndritshme, shumë e hollë dhe e butë. Krahas frutave, fara dhe lulet e pemës së bilimbit poseidojnë dhe vlera të rëndësishme terapeutike dhe përdoren në përgatitjen e shumë ilaçeve të ndryshme bimore. Fruti bimbili shfaq një profil mbreslënës të lëndëve ushqyese, përveç përbërësve thelbësor, domethënë karbohidratet, fibrat, proteinat. Këto fruta përmbajnë sasi të bollshme të vitaminës C, vitaminave B, kalciumit, hekurit, flavonoideve. Përfitimet shëndetësore të frutave bilimbi. Rregullon nivelin e sheqerit në gjak. Frutat bilimbi zotërojnë cilësinë e vlefshme të kontrollit të niveleve të sheqerit në gjak, duke monitoruar aktivitetin e insulinës në trup. Përmbajtja e pasur e flavonoideve dhe fibrave dietike në frutat bilimbi ndihmon në parandalimin e rritjes së papritur të niveleve të glukozës në gjak pas vakteve, duke ndihmuar kështu në mbajtjen nën kontroll të simptomave të diabetit, ndihmon në menaxhimin e hipertensionit, duke qenë se përmban shumë antioksidant dhe proteina, e bëjnë atë një ilaç natyral të mrekullueshëm për uljen e presionit të lartë të gjakut ose hipertensionit. Bilimbi përmban element fuqishëm antiinflamator, përkatësisht tianin, të cilat ndihmojnë në pakësimin dhe reduktimin e një gjendjeje të njohur si hemoroideve. Kuron kodhën dhe të ftohtin. Rezervat e mëdha të vitaminës C në bilimbi japin përfitime të shkëlqyera për funksionimin e sistemit imunitar. Kjo, nga ana tjetër, trajton kodhën dhe ftohjen për shkak të ndryshimeve sezonale dhe alergjive, duke forcuar mekanizmat mbrojtës të trupit. Forcon shëndetin e kockave. Bilimbi është i ngarkuar me sasi të mëdha kalciumi, i cili rrit densitetin e kockave dhe ruan integritetin strukturor të skeletit në trup.
Ngrënia e ekstraktit të bilimbit forcon jashtëzakonisht kockat, duke I bërë ato edhe më të forta. Lehtëson ngërçet e muskujve. Ato janë një depo e fitonutrientëve që zotrojnë veti të fuqishme analgjezike dhe antiinflamatore. Bilimbi është një ilaç natyral I mahnitshëm për reduktimin e dhimbjeve të muskujve dhe qetësimin e ngërçeve në indet lidhëse. Ai përmban vitaminë C, acid oksalik dhe vitaminë A, të cilat I japin lëkurës në shkëlqim dhe e mbrojnë atë nga dëmtimi I radikaleve të lira. Rritet I dendur zakonisht në zona tropikale dhe subtropikale dhe jep një frut të madh, të fortë, me lëkurë të gjelbër, I cili njihet ndryshe si piepri gjatë. Emri shkencor I kalabashit është Crescentia quiet. Përdorimet medicinale të frutave kalabash kuron astmën dhe kollën, kuron dizenterin dhe dhimbjet e stomakut. Disa nga përfitimet shëndetësore të pemës së kalabashit: pulpa e frutit ka veti medicinale dhe vepron si një ilaç për problemet e frymarrjes si astma dhe kolla. Ai përmban acid hidrocianik. Shurupi përgatitur nga tuli përdoret si ilaç për lehtësimin e çrregullimeve të rrugëve të frymarrjes dhe gjithashtu për shërimin e dizenterisë dhe dhimbjeve të stomakut. Gjethet e pemës së kalabashit përdoren për të ulur presionin e gjakut. Lëvorja e pemës përdoret për të pastruar plagët dhe gjithashtu për të trajtuar hematomat dhe tumoret. Ky frut përmban një shumëllëshmëri vitaminash si B1 dhe C, të cilat kanë shumë funksione pozitive në trupin ton. Vitamina C është dobishme për imunitetin, pasi ndihmon në luftimin e infeksionit dhe reduktimin e inflamacionit. Gjithashtu, përmban dhe minerale të rëndësishme si kalciumi, hekuri, bakri, natriumi, magnezi dhe zinku. Hekuri është shumë I rëndësishëm në formimin e hemoglobinës, e cila është mjaft e rëndësishme për trupin ton. Për biografinë e sotme kemi zgjedhur të flasim për gruan që sfidoi monopolet. Në mëngjes të ftohtë të 5 nëntorit 1857, në shtëpi të vogël në Amity, Pensilvani, lindi një vajzë që do të bëhej një nga gazetarët më të fuqishme të historisë amerikane, Ida Minerva Tarbell, që në vogëllia e urrit duke parë se si industria e naftës ndryshonte jetën e njerëzve përreth saj. Baba I saj, Franklin Tarbell, punonte si prodhues depozitash për industrinë e naftës dhe Ida e mësoi që herën ndikimin e madh që kjo industri kishte në ekonominë dhe shoqërinë amerikane, por nuk vonoi shumë dhe ajo pa një tjetër realitet, monopoli, kur John D. Rockefeller dhe kompania e tij Standard Oil filluan të sundoni tregun, biznesi babait të saj, si dhe ai shumë sipërmarrëve të vegjël u shkatrua. Kjo padrejtësi u ngrit thellë në mendjen e saj duke mbjellë fare një betejë që dëshironte përgjithmonë historinë e gazetarisë. Edhe pse në ato kohë ishte rrallë për gratë të dishin arsimin e lartë, Ida Tarbell u regjistrua në Allegheny College, ku ishte e vetmja vajzë në klasën e saj. Pasioni për të shkruar e çoi fillimisht në mosimdhënie, por ajo e dinte që ëndra e saj ishte diku tjetër. Në vitin 1891 ajo udhëtoi drejt Francës për të studiuar historinë, por fati e çoi drejt gazetarisë. Kur u kthye në Amerikë, nisi të punojë për revistën McClure, ku u bë shpejt një nga raporteret më të rëndësishme investigative të kohës. Për më shumë se 2 vjet, Tarbell hetoi dhe shkroi mbi praktikat e Standard Oil. Ajo intervistoi ish-punojësit, studoi dokumente dhe zbuloi skema të fshehta që Rockefeller përdorte për të eliminuar konkurrencën. Artikujt e saj të publikuara nga viti 1902 deri në atë të vitit 1904 u bën një tërënditje e madhe në Amerikë. Më 6 janar të vitit 1944, në moshën 86 vjeçare, Ida Tarbell u nda nga jeta. Ajo la pasi trashëgimit të jashtëzakonshëm si një nga pionerët e gazetarisë investigative, një grua që guzoi të sfidonte njërin nga njerëzit më të fuqishëm të Amerikës dhe të fitonte. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Parashivit Simakut, I cila është një këngëtare shqiptare. Ajo ka lindur në qytetin e Kavajës më 1 shtator të vitit 1966 dhe më pas është shpërngulur në Durrës. Që e vogël ka filluar të këndojë duke bashkëpunuar me kompozitorë të talentuar. Këndoi në shumë festivale dhe koncerte të pranverës. Në vitin 1985 zuri vendin e parë me këngën Në moshën e rinisë. Gjithashtu, në vitin 1988 fitoi çmimin e parë të festivalit të 27 të këngës në RTS me këngën E duam lumturinë, kompozuar nga Piro Çako.
Repertori i saj përfshin një numër të madh interpretimesh. Videoklipe. Për të përmendur janë dhe videoklipe këngësh, si për shembull, Fustanin që ta solla mbrëm, Ky merak, Maraku i shkret, Gëzimi i shtëpisë së re, Me sytë e tu, Bashk moshatarve, E duam lumturinë, Dëgjoma këngën, Se dashuria dhe 2 këngë popullore të Shqipërisë së Mesme. Diskografia. Gëzimi i shtëpisë së re, Në moshën e rinis, Në mëngjes, Kur lulzon bliri, Me sytë e tu, çdo mëngjes, çdo gjë bashk ne ndajmë, buzdetit jemi rritur, bashk moshatarët. Kur nuk na pret, e duam lumturinë, gusht e prush, jetoj, nuk jam vetëm, sonet për vete, Leila, dëgjoma këngën, kur të prisja ty, mes nesh është dashuria, më the të dua, qyteti im, shoqet, bashk në të dy, sytë e një vogëlushi, dashuria e vërtet, pyes veten. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe sot do të flasim për gjuhën basket. Gjuha basket njohur si euskara është një nga gjuhët më të veçanta dhe misterioze në botë. Ndryshe nga shumica e gjuhëve europiane, ajo nuk i përket asnjë familje gjuhësore të njohur, pra nuk ka lidhje me gjuhët latine, gjermane, slave apo ndonjë tjetër gjuhë indo-europiane. Ky fakt e bën atë një gjuhë izolate, që do të thotë se nuk dihet se nga e ka origjinën dhe nuk ka asnjë motor gjysore. Euskara flitet kryesisht në rajonin e Baskisë, i cili shtrihet midis veriut të Spanjës dhe jugut të Francës. Pavarësisht pushtimeve, ndryshimeve kulturore dhe rritjes së ndikimit të gjuhëve si spanjishtja dhe frëngjishtja, gjuha baske ka mbijetuar për mijëra vjet. Një nga arsyet e mbijetesës së saj është ndjenja e fortë e identitetit kulturor që populli bask ka ruajtur brez pas brezi. Gjuha baske është një gjuhë aglutinative, që do të thotë se fjalët ndërtohen duke shtuar parashtesa dhe përpashtesa për të ndryshuar kuptimin. Ndërsa shumica e gjuhëve europiane kanë fjalë ngjashme për shkak të ndikimit të latinishtes apo greqishtes, ajo nuk dalë ndonjë fjalë të zakonshme me asnjë prej tyre. Tani oftë të vishni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 25 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë me diell në shumicën e territorit, ndërsa në disa zona lindore do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me mot të qetë dhe kthjellime. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 7 deri në 9 orë me diell. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i ulët rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:29 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:05 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 9 deri në 17 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 14 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri në 13 gradë Celsius, Tiranë 11 deri në 17 gradë Celsius, Durrës 9 deri në 17 gradë Celsius, Kavaj 8 deri në 15 gradë Celsius, Elbasan 10 deri në 17 gradë Celsius, Berat 9 deri në 17 gradë Celsius, Korç 2 deri në 10 gradë Celsius, Vlorë 10 deri në 17 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 16 gradë Celsius, Sarandë 10 deri në 17 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 25 mars 2020.
Territori i Kosovës për datën 25 mars 2026 do të karakterizohet nga mot relativisht i qëndrueshëm me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell. Paraditja dhe pasditja do të jenë me alternime mes kthjellimeve dhe vranësirave. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 4. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:23 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 2 deri në 13 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 12 gradë Celsius. Skënderaj, 2 deri në 13 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 12 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 13 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 15 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 13 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 13 gradë Celsius. Kaçanik, 3 deri në 12 gradë Celsius. Suarek, 5 deri në 15 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 13 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishim sërish nesër, deri atëherë mirupafshim.